Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në këtë episod e Epokast. Shpresoj që episodet më parë t'ju kenë pëlqyer. Dhe sot vim me një format ndryshe. Sot kemi të ftuar profesoresh Erinda Imerajn dhe do flasi për diferencën në degën e ekonomisë, ndoshta edhe të ekonomiks dhe të gjitha nën temat e saj. Përshëndetje Zysha. Përshëndetje Eriti. Zysha, shumë njerëz e lidhin ekonominë me shifra edhe me matematikë të rëndë, pra e shohin vetëm nga pikpamja matematikore. A mos është vallë ky një keq interpretim për ekonominë që ta hapemi për kufizim le të themi? Faleminderit për pyetjen, është shumë e drejtë për drejtë dhe shumë drejtë për drejtë asaj që ne ekonomistët kërkojmë të shprehim qartë për këdo që e sheh veten pjesë të ekonomisë, po jo vetëm edhe për njerëzit e thjeshtë. Faktikisht, le të themi, është një mit që është mbi ngarkuar. A është ekonomia vetëm shifra? Nuk mund ta them plotësisht, por a shkëputet ekonomia nga shifrat? As këtë nuk e them dot plotësisht. Për ta qartësuar ndoshta, matematika dhe shifrat janë gjuha me të cilën ekonomia punon në mënyrë që në fund fare të nxjerrë pikërisht një analizë. Ekonomia në vetvete është një mendim, një analizë kritike e zgjedhjeve të ndryshme që ne kemi. Dhe një ekonomist i mirë përdor pikërisht të gjuhë të shifrave për të nxjerrë një lloj harte të zgjedhjeve ku bën një analizë kritike të çdo lloj kostoje të vendimeve të ndryshme që ne marrim. Ne marrim vendime nga mëngjesi dhe deri sa flem, dhe patjetër që të marrim këto vendime do duhet bëjmë një analizë të çdo lloj zgjedhje që bëjmë. Dhe ekonomisti i mirë pikërisht pasqyron kostot e këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, përsëri që ndoshta ta theksojmë pak më shumë, shoh që paktën shumë gjimnazistë në momentin që zgjedhin degën e ekonomisë nuk e dinë çfarë i pret. Ndoshta kjo vjen edhe për pasojë se ekonomia në arsimin para universitar nuk është të trajtohet mjaftueshëm. Pra është një lëndë me zgjedhje në gjimnazet e përgjithshme që jo të gjithë e kanë si detyrim ta zgjedhin. Një pjesë e marrin, një pjesë jo. Ata që nuk e marrin shpesh herë janë, le të themi, në pikpyetje për këtë që ndodh. A mendoni që ndoshta duhet të përfshihet ndoshta që në arsimin para universitar pak baza për ekonominë që kur të vinë në universitet janë të përgatitur? Për të përfshirë pak më para, ndoshta nuk është e nevojshme. Ndoshta kanalet e informimit qoftë në këtë pjesë, le të themi, të 3 vjeçare të gjimnazit, apo qoftë edhe kanalet e komunikimit të universiteteve, të vetë ne duhet të jenë pak më të qarta me gjimnazistët edhe me të gjithë të rinj që shohin një mundësi studimi ekonominë, por nuk e zgjedhin për një arsye ose e zgjedhin për arsye të cilat janë pak jashtë fushës ekonomisë. Praktikisht është e keq kuptuar, le të themi, në tërësi ekonomia si fushë e edukimi. Ekonomia ne i referohemi si ekonomiksi dhe shumë kush thot ekonomiks, nga fjala mix, do miksoj njohuri të biznesit, financës etj. Disa gjimnazistë vinë sepse duan të punojnë në bankë, disa gjimnazistë mendojnë veten thjesht një kontabilist, disa të tjerë shohin si një, do m'japi një profesion që më siguron një vend pune, sepse gjithmonë do ketë nevojë. Nuk është se janë arsye të gabuara, por praktikisht ne nuk kemi tek gjimnazistët idenë kryesore që me një profesion të ekonomisë je shumë më shumë se kaq. Po, përfshihet edhe banka, po përfshihet njohuritë të financës, përfshihet njohuritë të menaxhimit një biznesit, vendimarrjes, përfshihen njohuri se si realisht të analizojmë tregjet dhe institucionet etj. Por ti je me një kapacitet dhe me një bagazh njohurish të cilat të japin mundësi të jesh një këshilltar, të japin mundësi të bësh një analizë kritike, të japin mundësi të jesh prezent tek vendimarrësit duke i këshilluar ato. Pra mund të jesh më shumë se kaq. Dhe kur flasim më shumë, pra jemi edhe te kjo pjesa, mund ta quajmë ndoshta në thonjë një politikë bërje ekonomike. Sa e fortë lidhet ekonomia, pra kjo dega e ekonomisë me këtë politikë bërjen? Janë të pandashme. Janë të pandashme. Absolutisht. Kanë ndryshim, po janë të pandashme. Ku janë ndryshime dhe ku është pjesa e pandashme? Atëherë, politika është vendimarrje. Pra, në politikë marrin vendime. Por që të marrin vendime,
duhet kemi një pasqyrë apo jo, të dim se kush janë zgjedhjet tona dhe çfarë do vendosim dhe çfarë na vjen pas këtyre vendimeve. Dhe prandaj politikës i duhet një ekonomi e mirë, një ekonomist i mirë, që të bëj analizën e këtyre vendimeve, kostot e këtyre vendimeve, pasojat e këtyre vendimeve. Nëse do e përkufizoja shumë thjesht, ekonomisti i mirë dhe ekonomia do i pasqyroj një hartë rrugësh politikës dhe politika do vendosë cilën rrugë do zgjedhë. Pra në këtë pikë bie që një ekonomist është më shumë një shkencëtar apo një ndihmues politik? Një ekonomist i mirë mund t'i bëjë të dyja, por varet se çfarë zgjedh nga roli. Unë kam zgjedhur të jem në universitet dhe kam zgjedhur të bëj shkencën. Kam zgjedhur që të punoj me artikuj shkencor, të nxjerr teori shkencore, të analizoj, se mos flasim për shpiket ndaja. Por, nëse zgjedh të mos jesh në universitet, por të zgjedh politikën, je një këshilltar shumë i mirë. Pra mund t'jesh pjesë e aktorëve politik. Nëse zgjedh të jesh në treg të lirë, patjetër do mund të jesh një, le të themi, auditues, një mbikëqyrës shumë i mirë i punëve financiare, mund të jesh një bankier shumë i mirë. Pra, varet se çfarë roli do mund të zgjedhësh. Dhe nëse do më pyesësh, a mund të zgjedhësh secilin prej tyre? Po. Pa dyshim përderisa, shiko, ideja është që ne po flasim që ekonomia është një deg, le të themi, shumë e gjerë. Dhe personalisht duke qenë se kam shumë shoqëri nga fusha, nga dega e ekonomisë, qoftë këtu në epokë, qoftë edhe jashtë epokës, qoftë edhe jashtë trojeve shqiptare, le të themi, që janë jashtë. Dhe problemi më i madh është që në shumicën e vendeve trajtohet shumë, le të themi, si ajo shkenca eksakte, që ose kështu bëhet ose s'ka. Ndërkohë që politika vetvete duket sikur është më shumë ideologji. Sa hyn këto pjesë e ideologjisë tu, sa ndryshojnë, sepse nuk mendoj që ka një rrugë të drejtë për të bërë gjërat, pra siç janë në pjesën e shkencës. Absolutisht ke shumë drejtë në mënyrën se si e mendon. Unë e thash, e ceka që në fillim, që anas matematikore dhe statistikore që pak flitet, janë gjuhë që përdor ekonomia. Por në fakt edhe ideologjia është pjesë e asaj, le të themi, vendimmarrjeje, por përsëri ekonomia do të shfaqë ty disa zgjedhje. Mbas të ideologjisë do zgjedhësh. Ta them shumë thjesht. Tregun e lirë e njohim gjithë, pra ku secili është vendimmarrës duke bërë zgjedhjet e veta dhe në këtë formë operon tregu. Dhe nëse do zgjedhim që tregu do jetë plotësisht i lirë apo qeveria do ketë ndikim në disa zgjedhje, kjo është pjesë e ideologjisë. Po kjo nuk i takon ekonomistit. Ekonomistit mirë i takon të thojë që nëse tregu është i lirë, atëherë vendimarrësit janë 1-2-3 aktorë. Dhe këto kemi, le të themi, skenare se si do vazhdoj ekonomia. Por nëse kemi një ndikim të qeverisë, atëherë 1-2-3 problematika do na i zgjidhë qeveria ose do i japi përgjigje qeveria, të tjera do jemi ne konsumatorët, prodhuesit e tjerë. Pra, lidhen ngushtë, por nuk mund themi që ka një ideologji të përcaktuar. Patjetër, pra, domethënë nuk është se ka një rrugë të saktë, le të themi që kështu bëhen gjërat edhe pikë. Jo. Do ishim në një mirëqenie të plotë. Mund të themi që ishim në një utopi deri diku se. Po patjetër. Po shiko, që ta shtoj shumë shkurt, teoritë kryesore klasike ekonomike kanë filluar me filozofi, më pas i është shtuar matematika, kështu që e kemi atë gjendjen për të menduar gjërë, për të dhënë zgjidhje të ndryshme, edhe patjetër nuk e kemi atë, le të themi, zgjidhjen kyç ideale që do na çojë vetëm në rritje ekonomike, në mirëqenie etj. Po, ndonjëherë këto lloj ndryshimesh sjellin, domethënë, ku ndryshon eficienca ekonomike me atë moralet njerëzore sociale, sepse edhe sa i takon ekonomistit kjo gjë kur ja prezanton, pra le të themi, sepse ju vendimin në fund e merr politikani, por sa moralshëm është për ekonomistin të prezantojë një ide që ndoshta do dëmtojë pak pjesën sociale, por do forcojë më shumë pjesën ekonomike. Atëherë, janë dy koncepte që faktikisht nuk janë të njëjta dhe as nuk ecin bashkë. Të jesh eficient do thotë
për ekonomistin specifikisht do të të arri maksimumin e prodhimit, të arri maksimumin e diçkaje duke përdorur maksimumin e burimeve që ka. Por, të jesh në një barazi, të jesh në një mirëqenie sociale, kërkon barazi, që të gjithë janë të barabartë, që shpërndarja të ardhurave të vijë natyrshëm dhe në mënyrë të barabartë, jo ai që punon më shumë të marrë më shumë, po të gjithë jemi. Dhe në këtë pikë nuk përputhemi dot. Ekonomisti, duke qenë që një bazë të mirë e ka teorinë, patjetër që do hyj dhe do analizoj dhe do japi një mendim kritik për secilën zgjedhje. Do ecësh me barazin apo do ecësh me eficiencën? Do shohësh kostot sociale apo jo? Praktikisht le të themi në 10 vjeçarin e fundit ekonomia ka sjell degët e saj, ekonomia qarkulluese, ekonomia ambientaliste, etj. Janë të gjitha këto 9 degë të cilat I fokusohen përkatësisht mirëqenie sociale, mbrojtjes mjedisit etj. Pra, ti ke përgjegjësinë si ekonomist ta shfaqesh haptazi kush është kostoja dhe patjetër të sugjerosh dhe të rekomandosh se çfarë është më e mira, qoftë kjo në afat shkurtër, jo ekonomikisht më e sakta, më e mira. Pra në thënë, këto janë disa përgjegjësi që vinë së bashku me të qenë një ekonomist. Patjetër. Dhe ju e thatë dhe të pjesa që shumë studentë kur vinë këtu ndoshta vinë edhe mendojnë që do bëhen biznesmen, le të themi, kur marrin këtë ekonominë, thonë, kam parë dikë, dua të jem si ky. Ku ndryshon ekonomia nga administrimi I biznesit, sepse është një koncept që shumë e lidhin bashkë. Edhe këtu çfarë po bëjmë është që po ndajmë rolet e ekonomisë. Edhe faktikisht bëjmë mirë ta ndajmë. Jo sepse jemi të shumë të ndryshëm. Për ta thënë pak nga ana akademike dhe meqense jemi në universitet dhe japim, le të themi, ofrojmë disa programe. Nga ana akademike ne duhet jemi të qartë me diçka që si studentët e ekonomisë dhe si ai studenti që vjen për administrim biznes, bazën teorike e ka të njëjtë. Në vitin e parë shohim, ose ato gjimnazistë që do vinë do shohin që lëndët janë pothuajse të njëjta, sepse është shumë e nevojshme që baza teorike të jetë e njëjtë në të njëjtën linjë. Ekonomisti është shumë më shumë në kuptimin pa ulur, me gjithë respektin dhe pa ulur fare pozicionin e një biznesi dhe administratorit të një biznesi, nuk e ulin fare. Por nëse ekonomisti është I predispozuar të mësoj gjërësisht ekonominë dhe zgjedhjet e ndryshme që ne kemi, le të themi I sheh gjërat në një këndvështrim më makro, më të gjerë, ai biznesi ose le të themi studenti I administrim biznesit do shohi më të kufizuar në një firmë. Kush janë zgjedhjet e firmës, çfarë kostos ka firma, si të bëhet marketingu I firmës, si do arri të menaxhoj burimet e kufizuara që mund të ketë ky biznes, kjo firmë etj. Pra, ekonomisti do trajtoj teorinë më të përgjithshme dhe do japi disa alternativa, kurse ai studenti ose biznesmeni ose profesionisti në biznes dhe nëpër firma do duhet të administroj ato që ka të kufizuar. Pra, a mund të themi që ekonomia është më teorike, ndërsa administrimi I biznesit është pak më praktik, sa e vërtet është edhe deri në çfarë pike është një mit, sepse e dëgjojmë shpesh si koncept. Është e vërtet. Dhe faktikisht unë në mënyrë kategorike nuk do e ndaja. Mund të them që është një pjesë mit, një pjesë është jo, e tillë. Praktikisht, unë e përmenda më përpara, baza teorike është e njëjtë dhe absolutisht dhe ai studenti I biznesit është I detyruar të mësoj bazën teorike. Por, ai studenti I ekonomisë do I thellohet shumë më shumë, do e shohi gjën deri në politikbërje, pra ta shohi absolutisht se si çdo analizë kritike e tij do sjelli vendime dhe pasoja të këtyre vendimeve, pra duhet I analizoj. Kurse ai studenti I biznesit do ketë në menaxhim disa burime të kufizuara të biznesit, do duhet t'i menaxhoj, të vendosë se çfarë do përdoret dhe kur, do duhet të analizoj kostot, do duhet të shohë se çfarë fushate marketingu do mund të bëj. Pra, e kemi deri në një farë pike praktikën më shumë të orientuar tek studentët e biznesit dhe ndoshta më shumë teori tek studentët e ekonomisë. Po patjetër, një student I ekonomist do mund zgjedhë të ketë një biznes. Pikërisht, se këtë do të thotë pra në fund mund të jetë. Patjetër që po. Po sa të qarta janë këto gjëra në le të themi në programet universitare në përgjithësi. Domethënë sa mund të di pra një
student që zgjedh ekonomi, që shiko, mund të bëj dhe i biznes më vonë. Pra, nuk do jem vetëm ky personi që do ulem të merr me shifra. Në momentin që studenti ka ardhur në universitet, ti je i sigurt që këto bëhen shumë qarta. Problemi është informacionin që ne përçojmë përpara se këto studentë të vinë dhe të bëjnë zgjedhjen e tyre. Dhe për këtë realisht duhet punohet shumë. Absolutisht, unë çdo gjimnazistit do sugjeroja që përpara se të zgjedhë dhe përpara se të definoj, përpos atyre gjimnazistëve që kanë pasionin e tyre dhe ndjekin dhe patjetër janë pro ndjekjes pasioneve, por për gjimnazistët që nuk e kanë shumë të qartë zgjedhjen e tyre, do duhet pse jo të marrin pjesë në të gjitha këto panajiret e edukimit që organizohen, të shkojnë nëpër universitete, të kërkojnë takojnë profesor, të kërkojnë kurrikulat, programet e tyre, sepse nëse do shohim programin e secilit program studimi, pra kurrikulat e secilit, lëndët që ato bëjnë, vetvetiu bëhet dallimi. Por a përçohet në mënyrën e duhur ky informacion, kam përshtypjen që çadon në një farë pike të përçohet në mënyrë të saktë ose në mënyrë të thjeshtë, se është mirë të flasim të thjeshtë kur se kam përshtypjen akademiku ka të tendencën të flasim me ato termat e tij edhe ndonjëherë dhe nuk kuptohet dhe jo ndoshta një herë. Në shumicën e rasteve nuk do kuptohet nga një gjimnazist. Dhe këto e shoh si problematik, le të themi që përçimi i informacionit nuk është i duhur në kohën e duhur që studentit bëj. Por pasi kanë ardhur këtu e bëjnë shumë qartë dallimin. Shiko, tek pjesa akademike seriozisht keni edhe shumë vite në profesion. Sa është diferenca midis teorisë që mësohet nëpër shkolla dhe praktikës, pra kur dalin në tregun e punës? Ka një hendek midis të dyjave apo sepse kudo realisht në çfarëdo lloj dege është që në shkollë mësojnë tjera gjëra dhe pastaj kur thon puna ta mëson zanatin. Dhe për pjesë ekonomisë mund ta themi këtë lloj? Po patjetër. Kam përshtypjen që siç e the edhe vetë që në çdo lloj profesioni, në çdo lloj programi ka një bazë teorike e cila në momentin që përballesh me realitetin, me profesionin, thua apo ku do i përdorun gjithë ato teori. Por faktikisht ajo që mundohen universitetet, ajo që mundohemi ne të bëjmë çdo ditë është të fusim sa më shumë anë praktike ose le të themi element të lëndëve që orientojnë drejt praktikës, drejt përdorimit të këtyre teorive. Një shembull shumë i thjeshtë. Nëse unë shpjegoj, sepse praktikisht shpjegoj makroekonomi, nëse unë shpjegoj për disa orë me radhë disa modele makroekonomike të cilat realisht ndihmojnë analizën të një situate ekonomike, qoftë kjo situata inflacioniste, qoftë situata le të themi të ndonjë krize financiare etj. Nëse unë ngelem vetëm teorikisht duke u shpjeguar me modelet që ne kemi, studentët me shumë mundësi pas daljes, le të themi, ose pas mbarimit të atij semestri, se ndoshta koherencën brenda semestrit mund t'i mbajnë mend dhe i kanë qarta, nuk do i mbajnë mend më. Pra nuk do i fokusohen ose nuk do i rikthehen më këtyre modeleve. Dhe çfarë bëjmë? Sjellim raste studimore reale. Hajde, analizojmë rastin konkret të Shqipërisë. Hajde, analizojmë rastin konkret ose fillesat konkrete të një krize financiare 2007-2008 në Amerikë. Pra, duke analizuar rastet konkrete, ja u bëjmë pak më të qartë dhe mundohemi t'i orientojmë drejt praktikës. Hendeku krijohet dhe është i pashmangshëm, por ka absolutisht mjete dhe ka mënyra, ka praktika të ndryshme të cilat na orientojnë dhe na ndihmojnë që studenti të ketë dhanën praktike përpara se dalin nga bankat e universitetit. Në këtë mënyrë, ideja e gjitha është që të prodhojmë dhe themi ekonomistë që janë të aftë të rimendojnë dhe në thonjza të rishpikin ato ideet modelit ekzistuese apo thjesht i ripërdoren modelit ekzistuese? Po jo, praktikisht ekonomia nuk tenton të riprodhoj. Ekonomia tenton, pra programi ose dega e ekonomisë tenton dhe mundohet edhe realisht qëllimin kryesor e ka që të sjell student që kanë të kultivuar mirë një analizë kritike dhe mendojnë më thellë. Pra ti ke një teori
që daton shekuj më përpara, që janë shumë filozofike ndoshta në vetvete, dhe ti gjen praktikisht aplikim të tyre edhe në ditën e sotme. Po kjo nuk është një riprodhim. Baza teorike do i ndihmoj, po jo gjithmonë do kopjoj. Një ekonomist i mirë merr mësime nga çfarë ka kaluar për të shpalosur, të rikthem dhe njëra asaj që thash, atë hartën e zgjedhjeve. Prandaj dhe jo gjithmonë është kopja apo riprodhim. Pra sa e rëndësishme është për studentët që ta dinë pak a shumë gjithë eventet e ndryshme ose ideologjitë e ndryshme ekonomike që kanë qenë përgjatë historisë. Po është e rëndësishme, patjetër që është shumë e rëndësishme. Pavarësisht që në kurrikulat tona kanë filluar të zëvendësohen shumë prej këtyre lëndëve filozofike, të mendimit kritik etj, ose këto historiket, pra historia e mendimit ekonomik etj, kemi filluar të zëvendësojmë avash me lëndë më teknike, sepse tregu i punës sot po kërkon aftësi shumë më ndryshe nga sa i kërkonte më përpara. Por përpiqemi gjithmonë që ato lëndë teorike t'i rikthehen gjithmonë fakteve historike, teorive klasike, neoklasike etj. Nuk jemi duke rrezikuar kështu që të humbim pak ekonominë klasike duke bërë shumë teorike në këtë formë që po zëvendësohen apo? Po edhe po të duam nuk na lejojnë. Ka një strukturë ligjore e cila nuk i lejon universitetet dhe kurrikulat dalin më shumë se 20% jashtë asaj. Po për te i kësajt, se këto janë prapë çështje teknike të sistemimit ton. Deri diku mund të rrezikojmë, për të qenë sinqert, por prandaj them, një ekonomist i mirë duke pasur kaq shumë teori brenda dhe duke e kultivuar kaq shumë këtë teorinë dhe mendimin kritik dhe të menduarit më gjerë për zgjidhjet dhe zgjedhjet e ndryshme, pa diskutim që do i përdori thjesht si mjete të gjitha këto anët teknike për të nxjerrë përfundimet dhe rekomandimet e duhura. Mund ta quajmë ekonomi pluraliste deri diku? Apo po, i kemi mund të jetë, por kurrikulat i qëndrojnë shumë fort për te kurrikulave, në përgjithësi si le themi dege gjër ose si një ekonomist, duhet të jetë pak më, ekonomia në përgjithësi pak më pluraliste apo? Është patjetër që po. Pavarësisht, prandaj po thoja edhe për kurrikulat, po pavarësisht që i qëndrojmë besnik klasikes, kemi në deg edhe zgjerohemi. Unë thash, kemi ekonomi sot, vitet e fundit janë futur përveç atyre ekonomi zhvillimi, kemi ekonomi inovacioni, mjedisi, ekonomi ambientaliste, mjedisje, njëjta gjë, deri diku zgjerohet, patjetër që po. Ndoshta ta kthejmë pak edhe këtu, të jemi pak më konkret brenda në epokë. Si trajtohet ekonomia, është më shumë teorike apo analitike? Pra, ju e thatë personalisht, mënyra metodologjia e shpjegimit tuaj është që të ketë miksimin të dyjave, po në përgjithësi si deg? Dhe në përgjithësi, patjetër, duke qenë që jemi koshient që vetë si deg, si program, bazën e kryesore ka tek teoria, patjetër që çdo lëndë, çdo profesor brenda programit të lëndës mundohet të injektoj anë praktike. Qoftë me raste studimore, qoftë me diskutime, qoftë me ushtrime praktike, se në varësi të lëndëve. Dhe jo, nuk është vetëm teori, dhe po patjetër një student i ekonomisë është një kontingjent shumë i mirë për profesione të cilat arrin deri në politikbërje apo këshilltar të këtyre politikbërësve. Sa ndërkombëtar është konzgjerimi i kurrikulave këtu në epokë? Pra mund të themi që përfshin pak dhe ekonominë globale, le të themi përveç ekonomisë vendese? Patjetër që po. Do me thënë, vetë epoka konceptin duke qenë që është një universitet që dhe mësimdhënien e kanë anglisht dhe është shumë i hapur dhe ka një pasqyrim ndërkombëtar shumë të madh, mundësitë e studentëve për të prekur eksperiencat ndërkombëtare janë plot. Pra, studentët tanë, nuk e di se sa e ke përjetuar ti vetë, po kanë mundësi të shkojnë nëpër universitetet jashtë dhe të marrin dhe mësime atje. Dhe duke qenë kaq të hapur dhe kaq pro
le të themi, ndërkombëtarizimit, patjetër dhe kurrikula ka ato lëndët specifike që studenti mos të mendoj vetëm brenda një ekonomie shqiptare, mos mendoj brenda një ekonomie të vogël, por ta shohë atë pikturën e madhe për një ekonomi globale dhe marrëdhëniet ndërkombëtare brenda ekonomisë. Patjetër, se ekonomia ashtu funksionon, nuk mund të jetë e mbyllur pra. Absolutisht jo. Jo, nuk jemi më të mbyllur, kështu që do duhet studiojmë ekonomitë e hapura. Edhe ndoshta neve tani për ta mbyllur këtë podcastin ton, sepse ndryshe ekonomia ne jemi këtu brenda zyrës ton. Çfarë është mesazhi i fundit që do jepsh gjithë studentëve? Qoftë para se të vinë të zgjidhen ekonomi, por edhe ata që janë ekonomi këtu në epokë. Cili do ishte një mesazh? Atëherë unë për studentët tanë, realisht unë sa herë hyn në mësim, jap studentëve të ekonomisë specifikisht edhe mundohem t'ja u them që shiko, ju jeni një ide që mund të arrini shumë më lart se ç'mendoni ju. Dhe praktikisht mendimi gjatë studimeve ndryshon. Nëse kanë ardhur për diçka shumë të shkurtër, zgjerohen dhe shohin që mund të jenë, kanë potencial për shumë më shumë. Dhe po, u them që ju e keni vendin për të qenë në bankë qendrore, po ju e keni vendin për të qenë në ministri të ndryshme financave, po ju mund të jeni politik bërësit e ardhshëm. Kurse për gjimnazistët, do isha dhe gjithmonë e them që përpos pasionit tyre që duhet të ndjekin, le të themi përfitojnë nga çdo lloj mundësie që u jepet për t'u informuar dhe për të qenë të mirë informuar se çfarë ndodh pas 3 viteve të shkollës. Absolutisht, bachelori ka 3 vite akademike që për një gjimnazist duken shumë gjatë, sidomos për një gjimnazist përpara se të ketë marrë një vendim, por unë gjithmonë ja u them, ato 3 vite kalojnë kaq shpejt, mendoni se ku doni të jeni pas atyre 3 viteve. Dhe ashtu duhet vendosni, me ato që doni të jeni më mbrapa. Dhe për ato që doni të jeni më mbrapa, se si ose pse duhet zgjidhni ekonominë, po, ta zgjidhni nëse shihni veten në pozicione drejtuese, shumë lart, por pse jo, edhe nëse e pëlqeni bankën, sistemin bankar, dhe nëse e pëlqeni mendimin kritik, dhe nëse kërkoni të analizoni gjërat dhe të shihni në perspektiva të ndryshme, edhe nëse doni të mbikëqyrni, studentët tanë më të suksesshëm i kemi edhe në kompanitë më të mëdha të auditimit, edhe nëse doni realisht të keni sukses në disa pozicione, gjë që ekonomia ja u ofron, zgjidheni sepse jam e sigurt që karriera e tyre do jetë e ndritur. Zësha shumë faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Për të gjithë ju që na ndoqët, shpresoj që të jeni pak më të qartë në lidhje me Economics-in dhe të keni mbledhur sa më shumë informacion. Ky ishte Epocast. Unë jam Redi Alidi, deri në episodin e radhës, shpresoj të jeni sa më mirë. Zësha shumë përshëndetje, thuaj shumë përshëndetje, nuk thuaj shumë përshëndetje. Përshëndetje shumë. Përshëndetje shumë. Po mund të shoh edhe këtë? Jo, nuk qesh. Nuk qesh. Nuk qesh, Nuk do të qesh. Po the nuk qesh, do qesh shumë.